Jemi sërish bashkë, tani do të flasem, ashtu si shta edhe Amiri për diçka aktuale që po ndodh, ka filluar rënimi i pumpës në të benzinës e cila ndodhet në fushë Kosovë përballë selisë AKI-s. Bëhet fjalë për pumpën e derivateve Patroni, e cila ishte mbyllur 2 vite më parë me vendim të Ministrisë së Bujqësisë, ndërsa sot është rënuar. I pranishëm gjatë rënimit të objektit ka qenë edhe Ministri i Bujqësisë Armend Muja. Policia e Kosovës ndërkohë është kujdesur për sigurinë dhe kjo hapësirë dihet se është shfrytzuar nga një biznes privat që shërbente si pumpë e derivateve dhe kishte kontratë qiramarrëse nga viti 2018. Ajo që që përpos zotrit Muja, ty ka pas edhe kandidat të tjerë për deputet të cilët kanë ndërhyr, pamjet po i shohim që zotri Muja e ka përcjell nga afër rënimin, por vlen theksohet. Ajo që dihet është se Ministria e Bujqësisë në vitin 2024 e kishte marrë këtë vendim që kësaj pumpe të derivateve t'i vihet dryni. Megjithatë, të njëjtit, pra pronarët e këtij biznesi kanë paralajmëruar atëherë padin ndaj zotrit Peci, duke thënë se kjo i takon vetëm gjykatave dhe jo një ministrisë që ta marrë një vendim të tillë. Pra ne, derisa Ajda po flet, jemi duke parë pamjet pikërisht nga momenti i parë kur nis rënimi i kësaj pompe dhe në këtë zhvillim ka pasur sot një arrestim. Është arrestuar kandidati i PDK-s për deputet Qëndrim Kryeziu, i cili është shoqëruar në polici. Ai pra është shfaqur në këtë ngjarje pas një diskutimi me njërin prej policëve, është kërkuar që të arrestohet. Dhe rastësia është që pikërisht zotri Kryeziu ishte planifikuar që sot të ishte në studion e Kosova Live për të folur për kandidaturën e tij dhe për fushatën e tina, por ja që ky zhvillim na pamundson këtë. Gjithsesi, disa detaje për gjithë këtë zhvillim do t'i kemi edhe në studio nga kolegu ynë, është gazetari Menduhi pra, që do të flasim edhe për një temë tjetër, por me që po lidhen kështu gjërat, Menduhi po i dëshirojmë një herë mirë se ardhe. Faleminderit shumë Ajda. Çka dihet Mendu për këtë rast? Unë me qenë se ai ka pas më ardh tash në emision fola pak më herët me ekipin e tij. Zotni Kryeziu ka bërë disa video non-stop, domethënë prej që ka nisë fushata, edhe ka qenë shumë kritik në raport me ato se ai dhe ekipit i kanë konsideruar që është keq, sikur përdorimi i dinarit, investimet dhe gjithë ato, dhe biznesi i cili qëndrimi është i Malishevës. Biznesi mbrapa është i Malishevës. Patroni ka pronar që janë nga Malisheva. Janë nga Malisheva. Dhe unë fola me ekipin, jo vetëm për këtë rastin konkret, por edhe për gjitha kë qëndrimi është vetë biznesmen. Dhe më thonë edhe ka një qasje në raport me i mbrojt bizneset. Megjithatë, këto që ka ndodhur sot, ky kishte qenë duke bërë një video me pas se çka është duke ndodhur. Do të thonë me paraqit si pjesë fushatës së tij që bizneset më ulon rahat me punu ose me prit vendimin gjyqësor, që është shumë normale. Nuk e di a është vendimi final gjyqësor për rënim të objektit apo jo, dhe e kanë arrestuar për shkak se është fut mbrana atij perimetrit ku kanë qenë duke u bërë rënimi. Tani, ligjërisht, po mendoj që qëndrimi është dashur me nejt pak më larg, sepse është mundë me konsideru si pengesë në punën zyrtare. Megjithatë, duke pas parasysh që është në fushat dhe është kandidat për deputetën, po besoj që është dashur me largu policia dhe jo me shëshnu në stacionin policor të Kosovës, sepse jemi në fushat dhe gjitha kjo merr një konotacion politik, deshtëm apo nuk deshtëm na. Po, në fakt se dhe për neve ishte çuditshme derisa po e prisnim mysafirin e pam duke u arrestuar dhe pak u shqetësuam se çfarë realisht po ndodhur, se cila ishte lidhja që kishte ai me biznesin dhe me këtë procesin e rënimit. Ka qenë, më thonë, shumë kritik për shumë veprime të ndryshme të cilat ai dhe ekipi i tij fushatës se kanë konsideruar që janë keq dhe kanë dashur mi bë videot. Edhe këtu më thanë ekipi vetë që kanë qenë duke realizuar një video të po që po rënohet një objekti, një biznesi. Do të thonë fillimisht një biznesi, e dyta që është prej komunës, prej ka vjen edhe vetë qëndrimi, po policia me një qytetar thjesht duhet. Po, do ta kemi edhe videon, mendoj që ta dëgjojmë edhe komunikimin e cili ka qenë. Po, dhe me njëherë në rast tjetër thotë arreston. Do të thonë nuk është bre nuk ka qëndrimi kriminal me shëshnu deri çatje sepse funditës ky i tha se me dëgjova vetëm thotë kallzon në cilën stacion më ardhën po vi. Ata dëgjojnë? Por edhe për shikuesit regjia me zoj lutem nëse është mësi. Apo më jap përgjigje? Zoj. Çka jam të bëj? Apo kallzon për morë stacion çka jam të bëj në vi vet. Cilën stacion dush të në vi vet. Veç kallzon poshtë, zotë çka po të bëj. Apo më jap përgjigje? Apo më rregot çka po të bëj. A je ku në batë? Çfarë dalja, po ti kallzon çka jam të bëj. Çka jam të bëj? Unë do ta hip një letër. Po çka? Po çka? Po çka? Po çka?
Hajde, veç ka do për çfarë? Duke bërë dhe kërkohet arrestimi i tij, atë që po e thoshte edhe menduja se dëgjova. Në fakt edhe policia mendon fal që ndërprej tha je duke qëndruar dhe ai vazhdon të qëndronte, ajo ndoshta është ku janë ato rrethojat, megjithatë ky i thotë tregon çka janë të bë, edhe kallzon ku më ardhën po vi. Nuk vjen që një kandidat. Po nuk kishte një lloj tensioni ashtu ndoshta. Si tension me kop çështo me arrestuese funditës është kandidat për deputet. Kjo tregon sa shpejt janë policia e Kosovës mendo. Po kjo tregon edhe ka një herë që është nuk kisha besu, as nuk kisha dash me besu që policia e merr veprime politike, se nuk është dash, se policia nuk është as e Albinit. Ndoshta këtë rast policia nuk e njohin që është kandidat. Kjo mund të jetë edhe një që nuk e kanë njohur që është kandidat për deputet. Dhe si qytetar i thotë kallzon ku më ardhën po vi. Po shkallzon çaj të bë. Po besoj që këto janë tensionet pa nevojshme mu kriju në fushat, ka nis dje, edhe ashtu është e super tensionume. Situata dhe polarizimet janë në skajshmëri mes tona partive politike, edhe gjuat që po përdorin partia në pushtet mas pari, sepse ajo e logaritmat maja, se është pushtet, edhe mësimi duhet munis për ejtë madhit të poshtë, me gjitha këto polarizimet që kanë ndodhë kove të fundit, kanë shkaktu edhe kësi inatin ndaj policisë, inatin ndaj pjesës tjetër, që sidomos ndaj policisë nuk besoj që duhet me pas dikush që si qasë. Po, se gjithë shkaje po i jepet konotacion politik. Politik. Ne kemi po djamir edhe një veprim që për mu konë shumë i shëmtum, kur një policia dënon dikon për shkak se ka vendosur temin UÇK-s në tabelat. Unë e di sepse ajo është pronë e shtetit, tabelat e regjistrimit janë pronë të shtetit. Po nuk ishte fshej asgjë, besoj aty ishte loga shumë e vogël. Aty mund edhe më konsideru si kësi gjohë për trafiku se diçka. Megjithatë është sentiment i ndihshëm në raportin me UÇK-n. Sidomos në kohën kur na po presim atje në Hag çka është duke ndodhur. Thonë duhet me pas pa konsiderat, më thonë, largoje ose jo me një përbuzje, sepse tani shkakton çaq reakcion të madh, edhe nuk e di kujt na auto i shërby, ky më rrok na në veti. Më thonë na nuk jemi të rrok me kushite tonë në pjesën anej ose me dikën, na jemi të rrok në veti valla. Për veprimet të cilat janë mundën më evitu pa ardhur deri aty. Dhe në fakt kjo mendo tregon shumë qartë që në çdo pjesë të shoqërisë, në secilin edhe sektorin ta quajmë, është një tension shumë i madh. Absolutisht është tension i madh. Shumë tension i madh. Ne kishim plan sot që të flasim pikërisht me qendrimin, por kjo është e pamundur për shkak të zhvillimit, për fushatën e tij, gjithsesi ne kemi tema të tjera që kemi planifikuar, për këtë arsye mendoj është këtu. Mendoj do të flasim për diçka që ne kemi prekur edhe herën e kaluar para 2 javëve kur ishte këtu, por kemi një njoftim nga në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës që thotë kredit bruto të bankave komerciale në Kosovë kanë arritur në 6.96 miliard euro në fund të muajit prill 2026, duke shënuar rritje prej 103.30 milion euro ose 1.51% krahasuar me muajin paraprak. Për çka flasin këto shifra mendo? Da janë shumë mendo. Në një shtet ku ka zhvillim ekonomik të mirë fillt dhe të qëndrueshëm, njerëzit marrin kredi për mu zhvillu, edhe nuk ka kurrë të keqe. Do të thonë se marrin na kuptimin me ndërtu, me rregullu një shtëpi, me bleni kerr, me investu diçka është këtë normale, sepse këtë bota zhvillohet edhe me kredi. Do të nuk ka kurrë gjë të keqe deri në këtë pikë. Megjithatë, depozitat dhe kredit kanë pasur një dallim më të madh në vazhdimsi. Do të thonë, ne si qytetar kemi pas më shumë depozita se sa që kemi marrë kredi. Edhe pse jemi një shtet që jemi shumë vonë. Kohëve të fundit, në çat raport që aty thuhet dikon depozitat me kredit kanë arrit dikon mbi 80%. Do të thonë krediti kanë afruar depozitave, edhe tani bankat e kanë edhe problem me lshu kredit të reja. Po, thotë që depozitat e reja të pranuara gjatë muajit prill kanë arritur vlerën prej 119.41 milion euro, ndërsa me norma mesatare interesit në depozitat e reja ishte 3.29%. Do të thonë ju ka ofruar. Dhe kemi aty nuk është përmend po overdrafti. Do të thonë ajo që është më shqetësuese, është rritja e overdraftit. Që kjo tregon që njerëzit janë overdrafti merret për me pagu diçka që na nuk mundemi me pagu me tyrat që i kemi. Dhe kjo është problemi më i madh se njerëzit, popullata është në një gjendje të rëndë ekonomike. Na mujm se jetojmë, i kam thonë edhe Amirit herën e fundit, jetojmë në rreth ku nështë nuk i shohim njerëzit. Po dalim pak për rrethit tonë shohim që nuk është në rregull dhe overdrafti për fat keq, edhe biznese shumë të mëdha
kanë marrë overdraft me i pagu pagat, për shkak se nuk kanë rri me kriju tyra për me i pagu qoftë tatimin, qoftë pagat e këtyne. Kjo tregon që ne kemi një gjendje jo të mirë ekonomike, për fatin e gjithë se cilit keq, dhe edhe kjo ndihmat cilat u japën javën që shkoj, e tregon që ndihmat japën kur njerëzit nuk kanë mundësi me mbulu shpenzimet. Edhe qeveria në një farforme e ka arsyetu vendimin për shkak më ndihmu me mbulu shpenzimet. Për mu kjo ka qenë edhe një autogol e qeverisë aktuale, sepse njënë nënë po thotë që na po zhvillohemi, nënën tjetër jap mjete për me përballu shpenzimet. Po, edhe unë e kam bërë pyetjen javën e kaluar me ekspert që kemi diskutuar këtë çështje, që apo e pranon në një farforme qeveria krizën me këto dhënjet të 100 euro. Mjete për me te kalu krizën, dhe ne kemi po gjithë ditën kur e lëshu paret, në marketet s'ke mujt me hi. Edhe ka qenë nga të fesës Kurban Bajramit, edhe nuk e mujt me hi. Domethënë, krejt të paret çaj një, mrena 24 orëve na ka ndalë jashtë. Po, sepse mendo po e ose ka diskutonim shku dikush në Shqipni, se ka pas, për shembull, familje që i ka marrë edhe 500 euro. Dhe kjo pa pik dyshimi ndikon në rezultatin zgjedhor, sepse ndryshe është për shembull, po jo marr gjithë një shembull te gratë, që është shumë e mirë që gratë me qenë pavara financiarisht. Domethënë është edhe diçka që duhet secili me luftu. Po kur po flasim për këto ndihmat, për shembull ka pas gratë të cilat kanë qenë llogari për herë të parë, kur ju kanë dhënë mjete qoftë për fëmijët e tyre, qoftë për lehonat. Dhe kur t'jap dikush një 500 euro për shembull lehonat, tash plus fëmijë që e ki i bjen 800-900 euro për 6 muaj, e ki rrogën më të madhe se sa një drejtor komunal ose se sa një profesor. Dhe normalisht që kjo marrëdhënie ndikon në përgjithësi në rastin e zgjedhjeve. Por ana tjetër i mëson edhe gratë që duhet me hap llogari bankare, se si është kesh parati. Po, absolutisht po. E tua, edhe kjo ka dy anë të medaljes. Absolutisht dy anë të medaljes. Dhe mendoj ajo që po e diskutonim dje edhe në këto tavolinat kur ulemi me shoqëri, dikush tha se çka i duan 100 euro sot dikujt, se çka i ndihmojnë. Në anën tjetër, në gjitha këto grupe që janë private, qoftë të grave, qoftë grupe më publike, të gjithë po diskutonin se kur do dalin parat. Madje edhe dje kur ishte për sektorin privat, u kriju një lloj kaosi, i cili është numri financiar i biznesit, cilat numra duhet, secili po e pyesin njëri tjetrin. Kjo tregon që të gjithë kanë nevojë për ato 100 euro, a? Po, absolutisht, po mos me pas nevojë, po mënej, ata qeveria e ka pranu në farforme dhe dështimin e vet në fushën e ekonomisë, sepse nuk mohan familjet me 100 euro. Është na gjithë përjetojmë se me 100 euro sot mundesh me blej një kese. Dushka me shku në market, si qaq çmimet... Ajo nuk është të mbushur. Edhe nuk është të mbushur. Shumë është e vërtetë. Edhe çmimet janë ngritur, po ju duan njerëz absolutisht po. Po, pra kjo po e tregon gjendjen ekonomike të gjithëve. Po, pra, edhe ata që janë të punësuar. Absolutisht, sepse me një formë është pranuar që gjendja jonë ekonomike është shumë e rëndë. E thash, e kisha gabu shifrin në herën e fundit tek varfëria ekstreme. Ishte dikun 10% e popullatës në Kosovë jetojnë në një varfëri ekstreme që i bjen me më pak se $2 në ditë. Dhe kjo tregon gjendjen e rëndë të një pjesë të njerëzve. Kur e shohim pjesën tjetër, luksuri, domethënë nuk përputhen kërka. Kemi dy ekstremat. Dy ekstreme, ne dalim në qytet dhe i shohim veturat më të mira të mundshme. Mos hyn kjo kategoria e dytë këto kredit që i lexoj Amiri. Diçka po. Domethënë e shohim në ekstrem tjetër. Por gjendja për fatin tonë të ketë gjithë secilit, është e rëndë dhe kjo e dëshmon edhe me ndihmat që janë dhënë, nuk duhet as opozita, as kërkush me uqu me thonë pëse janë t'y dhënë, janë t'y blezë gjithë. Aja përshihet prej shiellit që kjo është një ndihma elektorale këtu, për me i blezë gjithë. Është e turpshme, me ndodhë. Me gjithat, le t'i gëzoj njerëzit ato fare që kanë marë, dhe në fund ditës ata le të vendosin me kryt ftëft, se kanë duhet me votu. A duhet me votu dikon i cili t'i jap 100 euro në vjet, a duhet me votu dikon i cili e ngrit pagën dhe ti i merr çdo muaj. Qysh mundet me vendos shtetari me kryt ftoftë siç po e quhen ti, kur 100 euro jepen pikërisht pak para zgjedhjeve. Po, unë ku marr shembull në ditë në emision, thash është kjo njëci me hingar, unë me një fiq, edhe ai me Ferrari. Smuj. Do të thonë sot dush me pas vullnetin migrant, nuk heza. Do të thonë krejt në fillim bie për tokë me. Bie për tokë. Në vullnet. Kur jemi tek vetura, Arian Tahiri tha që Albin Kurti e ka marr Kosovën si Mercedes e ka kthyer në Lada, kështu diçka e kesh një krahasim që boni. Po kjo gjua politike natyrisht po vazhdon, por mendom edhe nga këto që i dëgjon ti në emision, por edhe nga fushata ka nisur zyrtarisht tam, a sheti plane realisht të vërteta ekonomike që Kosovës i premtojnë zhvillim? Për fat keq boll pak mirë. Do të thonë
partit politike në ra neve 3 herë mëra 16-17 mujë me shku në zgjedhje, edhe nuk kanë pas afat as edhe ata që kanë fitu zgjedhjet, edhe ata që kanë hup zgjedhjet me boni plan 3. Dhe thonë, urgjente është më shtu investimet kapitalin në vend. Krejt janë tu përmen, unë isha një ditë me një neje, një kryeministri një 5 miliard euro investoj që aty të folë për projekte shumë të mdoja, shumë të nësishme para një komuniteti, shumë të fuqishme bizneseve, me gjithat ajo që kemi pa për 6 vjetë, të është nuk përdu më duk politik, sepse bindjet e mija, po besoj, janë publike, edhe nuk i kumë shef as njëherë, as nuk im shefi. Por nëse këto investime ishin realizu, që kjo rritja ekonomike i shkon shumë e madhe dhe njerëzit ju kishin rrit pagat, nuk shkon, kete ka një për problemi, do një rrit pagat. Dikush do një rrit pagat, dikush do me maru banesa për ata që nuk mujnë mi pagu, dikush tjetër e ka një program për me jap ndihma sociale, cilat nuk janë as pak të rëndësishme, ose janë të momentit, por për ma vonë s'ka. Dhe në partitë politike, unë nuk po i shoh që janë të marrë shumë me bërthamën, me ekonominë, sepse nuk për i do këtë kur gjë. Dhe me thonë, po dojnë mu shty, mi kalzu gjyksat, kush shumë aj fort, edhe kush po ofendon ma shumë. Dhe jo me halët e qytetarëve. Për fat keqën, sa herë isha debatit, isha të i thonë, ti ke vo kështu, ti ke kështu, ti ke vjetë, ti ke vo. A halët e qytetarëve, dyqysh edhe qytetarët jenë mësu me debate. Dhe me thonë, po kanë qef i po njerëzit të rrugë qështu, edhe po kur të shkojnë nesit mëngjes, me blej, harq, me thonë kështu popullor që, nuk ja pagun as Albini, as Bedria, as Ardian Gjini, as Vjosa, as Lumir, ka me pagu vetë. Edhe du të me minu vetë se cili për qytetarëve ka me orientu, ka pëdoj me shu. Por ndryshe ekonomikisht, na jemi një gjendje këtë dhonat të mundshme për na qesin si vendin ma i varfër mas Moldavis. Për fat, tu e në kesh, dhe me thonë, Ukrajina në luft, na ka te i kalu Është më lartë se ne, po. Më lartë se ne. Kjo të regon gjendjen jo të mirë. S'po du me thonë të mjerushme, ose ma kesh, po gjendjen jo të mirë cilën e kemë na. Por është një fat i madh i joni që diaspora halona një manë. Me thonë, mos me konë diaspora. Në kushtet, dhe thonë 5 miliard euro logarite që vim për diasporës, qoftë në gjepa, qoftë me kjerë, qoftë mes formave tjera. Mos me konë mjetet e diasporës. Shumë familje, faktikisht, kishin hekë për nashta për bukë. Dhe shumë vite pas luftës, pra vazhdojnë me qenë diaspora ndimesa me madhe, ekonomikisht. Fuzion, si që quajnë shpesh. Por shamë, kër flasim për investimet huja direkte, qeveria, jo veç kjo, kreti kanë paraqitë si i mbo 800 milion, 900 milion investimet huja direkte. Në 95%, ose ma shumë se 95% janë blerje të banesave prej bashkëdhetarëve tonë. Nuk ka investime të huja direkte cilat e kanë rritë ekonominë, po janë parët që aty në njerëzët që punojnë që atje dhe i kanë sjellë që të. Po, dhe këtu, ishte intervista para disa ditësh e ministrit Murati, që në atë intervistë realisht po bëj vazhdimisht një pyetje që po insistohej se cilat janë 2-3 investime kapitale, pra të mëdha të vetëvendosjes në këto vite. Dhe në atë mes ai përmendi realisht Mitrovicën në lidhje me siç ai po e arsyetonte. Po. Në fakt, a ka pasur vërtet investime të mëdha kapitale mendo në këto vite? Kryeministri me një intervista investimi më i madh kapitali është projekti energjetik në Ravec. Kur shkojnë mediat edhe panë, aty është veç një shtyllë. Për 5 vjetë nuk u bë kurrë. Nëse çaj ka qenë investimi më i madh i kësaj qeveri, i përbashkët, sepse ai nuk ka qenë investimi i qeverisë, ka qenë projekt privat i cili për fallin tonë të keq ka dështu. Nuk ka pas investime infrastrukturore. Ne kemi rrugën autostradën për Prizren, e cila që 2 vjet është me 10 dje kështu nis me hek. Rruga për Gjilan, autostrada për Gjilan ka nis, domethënë në 2022-ën, në mes të 2022-s është një deklaratë e kryeministit ku thotë në fund vitit kemi me pa autostradën për Gjilan, e cila nuk u kry. Ose thotë ky ish ministri që ka qenë infrastrukturës, veç për autostradë mos më pyeti. Nuk ka pas investime amerë, që tu jem të jetuna. E përmani edhe rrugën për Mitrovicë. Rrugën për Mitrovicë unë udhtoj 3-4 herë ditë. Një 3 herë kam prej shiritin në njëjtin vend. Njerë kanë qitë do zonë. Mos me du, mos na prek ati të A keni qenë bilende në do njeri shiret ajo kur është prej? Jo, veç tash për e shiojmë atë pjesën, atë që vitë me Mitrovicën së shumë shpejt. Dalë jenë një 900 metra për shpisën, jam për ma shpejt të në vi prej vështrisë, për shembull në qendër qytetit, se shkojmë prej këtujt në qendër qytetit. Po nuk ka pas amer investimet kapitale. Kur e kemë shëtuar një ditë raportin financiar të qeverisë, i shishtet listume ndërtesa kjo ajo, unë nuk e di ku janë. Më thonë, na dhe gjithse cili pavarësisht bindjeve politike,
i gëzohemi kur diçka më rri mirë, se nuk mund të tajmë Absolutisht, ti si jemi mu, ti tash mos i po. bërë qësoj rrugë. Kreti shumë gëzu, kreti kishëm shiju që ato investime. Edhe nuk kisha pas shumë qef që një diçka që u kon e keqe në të kalumën mos me ndodhë sot, sepse nuk u kon bardhëzi as për para mirë. Ka pas gabimet mbaja, cilat i kanë pru këta njerëz në pushtet, se nuk i nërë prej piqelit. Gabimet e dikuj tjetër i kanë sjellë këta në pushtet edhe këta po rrinë pushtet. Megjithatë investimet cilat kishin me rrit zhvillimin ekonomik në vendin, parët e qeverisë nuk janë në sistem. Si s'ka parët shtetit, sektori privat pauzon sepse me parët e qeverisë punën. Dhe nuk ka pas për fat keq që jemi në një gjendje ku në fund duhet me jep pare. Për shembull kam punu në Telekom një kohë, edhe kam qenë drejtoresh aty. Në cilën kohë bashkë punu me Unë kam punu 2006-2021. Në 15 vjet kam qenë një drejtor aty në Telekom, po para se me shkuën ka qenë një drejtoresh Leme Xhema, besoj si jamën e kujtoni. E kujtoni gjithë punëtorët e Telekomit ju ka parë për turshi, parë për Ramazan, parë për Bajram, parë për me blet dru, parë për si, parë për... Do të thoshin të vetë vendosjes. Tash ka një qeveri e cila ja prej qeverisë parët njerëzve sa herë po kanë, sa herë po kemi zgjedhje. Mendo, kur jemi tek këto programet e qeverisë, sa tash më kanë fillu veç me i shfaq se ka nis fushata, ke dëgju diçka që duket absurde dhe e parishme nga gjitha subjektet politike. U diskutu shumë me ajo e Bedri Hamzës për paga, pastaj ishte kjo paga e 14 që sektori privat thanë që nuk besojnë se do të ndodhë ndonjëherë. Unë para një kohë isha në Austri para një 3 javë dhe më thot një biznesmen i Kosovës, tha në Austri japim 14 paga. S'kisha një kur. Tha paga, dhe me thonë, shtatë japet në qershor, që ata përdojshin si para për pushim, edhe në fund vitit vajnat gel që i thëjnë ata për krishtlindje. Me thonë, ka një shtetë që i ka paj, Austria është shumë e zhvillume për me jap 14 rroga. Po bizneset, këtu ankojshim pse na japëm 14 rroga, sepse është një shumë e madhe. Po, është një ngarkesë për biznesin. Shumë ngarkesë e madhe. Në Kosovë ndodhe paga 13 ullar. Kur erët puna me jap për sektorin privat, tani i tha 100 euro. Po përgjysmun krejt. Po përgjysmun krejt. Taksat me cilat na i paguajmë, i murën ata zotnit që punojnë në shërbim civil. Shumë respekt për ata që punojnë, po ka aty njerëz që as nuk shojnë punë kurrë. Edhe i marrin edhe rrugën e 13 edhe i marrin krejt. Tani tek Bedri Hamza dhe kjo për punën e pagave, ka qenë një kohë kur Bedri Hamza kur ka qenë ministër, pagat i ngrit. Dhe ka hapësirë me ngrit pagat. Dhe që kjo e mani far balansin e së rritën pagat, po dikush e mon pushtetin me pagat, dikush e mon pushtetin me ndihma. Dhe me thonë, varësisht orientimin e majt, apo djath, apo qysh me u thonë këtyne, i japin edhe premtimet. Ose ishin premtimet me miliarda euro investime në digat ujit, në nxjerrjen e të ngjillit. Kush e kishte këtë? Albin Kurti. Albin Kurti. Dhe ishin investime shumë të mëdha, shumë domosdoshme, po ti nëse se kemi rri për 6 vjet me po. Dhe më thonë ose me atë forën, qërë se më hupi edhe një fleqë, të se i pata dhe dëzëtime, më thonë kryzët një që ato që i kenis, edhe në regull jena. A këja, kishte ndë një premtim, do këtë Zofia Radinaj më herët ka pas... Nuk i kom, për fat kishë nuk i kom një, ashtë edhe kam pas, por... Zhvendos diçka tjetër, po këtu fushata po tentohet më zhvendos komplet në veri. Më thonë, ti jemi Trovicës, unë jemi Vështres, kemi jetu qatë pjesë që anena, edhe dim, edhe që shukon, edhe që është. Nuk mundët njeri mi këtë tokë me thonë që konë ma mirë atëherë se sësët. Siguria në atë pjesë, është ma mirë sot se sa që ka qenë. Ma të drejtën është vendos pak edhe Skënderaj. Po, edhe Skënderaj. Masa një ajo ke asoj deputetës edhe ministres, ajo deklarata raciste. E sojnë nëse kanë orta me mentalitet Skënderaj, në Frezaj, ajo ke totalisht raciste, edhe totalisht në një rajonit i cili ka hjek qatë shumë, ose në një deklarat, një ditë, kër ishte kryeministri në Drenaz, diçka, nuk ja dha dorën njoni. Po, ka qenë pak më. Edhe kja të një koment, juve Drenisës pak jo kam bo, duhet më këtuj sërt edhe një herë më. Nëse të shkoj që gjuhë në rjetës sociale se... Jo, mirë, këto ka bo dikush, këto janë politikanë cilët e kanë shkaktu këtë gjuhë. Edhe kjo është, ajo që ka thonë, ajo është politikane, fitore Pacolli. është ministre, është kandidatë për deputete dhe me thonë, nëse kanë orë me mentalitet Skënderaj. Cilë është mentaliteti Skënderaj? Do kush është Skënderaj? Se do të bëjmë sintasisht për diskutare. Në Sërbic, tash pjetojna Sërbic në Skënderaj, dhe pjetojna qek qitajnë Skënderaj. Njerëzit që kanë vujt mas shumë në këtë vend. Po është e tërë shumë marrë janë i kandidatë për deputete me thonë. Duat marrë dhe një mendim për shtirimin e institucioneve që po bëhet në veri ko pas kohë, ke fundit ta që u diskutua shumë. Mirë, unë thash siguria, unë u tëj shumë shpesh në qatë pjesë që njëna. Unë kom të dhe më herët, kur i në konë
kur ikon edhe ndryshe. Do të thonë, ajo pjesa e flamurave të Serbisë ekziston prej si delsh prej vorreve të ajo e Zveçanit rruga ku hin Mitrovica Veriore, vazhdon me pas flamura ani e knej të që të ngjason që jeni një shtet tjetër komplet. Një shtet tjetër, do të thonë si delsh prej vorreve të Mitrovicës dhe nisesh për Verishe, flamurat ndyon të rrugës të Serbisë. Kjo që ndodh për shembull çlirimi i institucioneve. Ju referova ashtu se ashtu pi referova. Ashtu ishte një stacion i korridor, dje gjomat nalt lëm, një diçka që është i pashfrytzueshëm, se s'ka tren aty. Sepse aty kishte edhe rroba që dikush i kishte nxjerr. Miter. Po, miter. Miter rroba, do të çat serioze. Që tha se keni harru që këtë pjesë ta rregullonin fotografi. Shka fushat. Kështu me thonë kam shiru veriun. E këta çka kanë bërë këta tjerë që kanë luftuar në 88-99. Kënë kanë shiru këta. Ata para lufte ka mas luftës me do. Po, jo, nuk diskutohet, ai puna me shiru me, tash me shiru me shku me hek në flamon me shit. Mirë që kanë bërë. Kur kush nuk është kundër që me qenë ndryshe veriu. Por krejt e dim, ajo pjesë banorët në atë pjesë janë 99% nashta dhe në fakt po ndodh diçka që do ta diskutojmë edhe pas pak. Po nuk do ta përfundojmë pa ta bërë edhe këtë pyetje shpejt dhe një përgjigje të shpejt. 2 milionë për më gati. Që kanë njerë vjen keq, po kanë njerë opozita po vjen ngropa cilat pimaron vetë Albin Kurti. Albin Kurti po duket që është një u konë gjithë në raport me opozitën aktuale, shumë a ishtë drëvjelt me thonë këtë gjuhën popullore dhe pe ishtin në rangë grupë. Dull ajo informata, atë natë dhe këtë bombë. Por një me është midis fushatës, me thonë dikush edhe biletat pjo pagu i diasporës, tu e ditë faktin që 80% të tyne kanë votu për Lëvizjen Vendendosje dhe Albin Kurtin, kërë që me thonë më dorëzu. Më shkun zgjedhje para. Ja, shkun zgjedhje ishte, me thonë u kryqë të dorën ti fitove edhe në regullin. Megjithatë, ajo që sot dëgjova ishte që ajo nis prej sezonit veror që është Niko Riku. Edhe jo në kohën e zgjedhjeve. Por debati që u zhvillu kundër asoj pjese, në kohën kur diaspora veç është i mush ato flet votimet me i dërgu në Kosovë. Po, ishte pashmakshme të mos lidhej me këtë faktë. Po, ka lidhja në radhim. Ka lidhje çfarë dush qoftë ajo, qoftë edhe me të shtytin lajthitje, a është prap lidhje, edhe u qun krejt me fol kundër asaj, kundër diasporës, por kishte edhe raste tjera se vllati kishin subvencionu shtetet e tjera për rreth njëjtën formë, po ata nuk i kanë pas zgjedhjet, na i kemi pas zgjedhjet. Domethënë çdo veprim që tu marr, prej ditës kur i pas zgjedhjet, ka të bëj veç puro me zgjedhje. Dhe dikush për han forën, po bjen grupa të PR-it të kryeministit aktual, po çohet po reagon. Tani po del informata ma vonë që jo se dule dhe vetë Kurti edhe në ditë fushata, Mira. Po i numërën ditët, unë po besoj që fushata kryhet qëtash edhe për fakt kesh janë nisën pak ma vonë. Për tjetër, në programin veror, jo, e nisën me diçka tjetër. Por që duket nuk është bashkë ka që tjeshtë, mendo. Kisha mos qëtë mos me konë. Falënderit që erdhe, se me siguri mesazhe. Qëndrimi po ndohet pas ka dalë për i. Okej, a mundesh me marrë informacion jemi drejt për drejt? Po ndoshta paralajmëroje që mos zëvendësova sot. Jo, natyrisht. Do duhet ishte e kujdesshëm, sepse natyrisht jemi live edhe që po provojmë që besoj që e ka ndjerua pas intervistimet besoj që po se veç përshëndetje Qëndrim. Unë jam live në emision. Live jam në emision edhe kënë të folë. Më thënë je lirua, po. Po, a mundet me artë të shiftë? Po, pa tjetër. Po, hajde drejt. Me që ka qene planifikuar? Me që ka qene planifikuar, me njësë drejt. Okej. Hajde. Puna e gazetarëve, jemi live krymë punë. Do ta kemi pas pak në studio, pasi është liruar nga arrestimi pra që ka ndodhur sot në ngjarjen që folëm pak më herët. S'po të marrim më shumë kohë. Faleminderit. Faleminderit, sepse keni punë.